Vëllezër nderuar, titulli i kësaj ligjërate apo i kësaj këshille të vogël dhe modeste është rreziku i të folurit për hoxhallar. Rreziku i të folurit për hoxhallar. Pra me fjalë të shkurta do të mundohemi të shpjegojmë se sa qenë ka keq dhe problematike që dikush të merr guximin dhe t'i fyn hoxhallart. Jo rastisht titulli është me emrin hoxhallart, se sikur se të thojsha ulemat, do të mendoj që dikush se ky ders është bërë për Ibn Bazën dhe Ibn Uthejminin, apo për ndonjë dietar Ibn Taymiun apo Ibn Qayyimin. Por jo, kjo vlen për hoxhallart e vjetër dhe të rinj bashkohor. Çdo kush i cili ka vëndu kapuçin mbi kokë apo e ka profesionin hoxh, ai është hoxh dhe i ka disa dispozita të cilat dispozita nuk i kanë të njerëzit tjerë. E gjithë kjo nuk është për të nënçmuar ata, por është për të vlerësuar diturinë. Pra kur themi hoxh, është për qëllim hoxh i cili mbran në vete Kur'anin dhe Sunetin, fjalën e vërtet dhe mban flamurin e ehli sunnetit. Pra qëllimi është për këta njerëz. O vëllezër, falënderojmë Allahun Azza wa Jall i cili neve ne ka krijuar gjuhën. Gjuhë e cila është mrekulli e madhe, para të cilës mrekulli kanë mbetë të habitur shkencëtarët, mjekët dhe hulumtuesit. Pra një copë mishi shumë e vogël me funksion shumë të madh, e cila ende deri më sot nuk është studiuar deri në fund. Falënderojmë Allahun Azza wa Jall i cili na krijoi buzët, të cilët buzë pra kanë funksione të shumta dhe mirësi të shumta, para të cilave buzë janë mbetë të habitur dhe të mahnitur shkencëtarët, mjekët dhe hulumtuesit. Por një send mos harani se kjo gjuhë dhe këto buzë të cilat na mundsojnë të flasim dhe të shprehim atë që kemi në zemrat e tona dhe në gjokset e tona, për të gjitha këto do t'japim llogari. Llogari së pariherë se si jemi kujdes për ata, për shëndetin e tyre, pastaj do t'japim llogari për çdo send e cila gjë apo për çdo fjalë e cila fjalë rrjedh dhe del nga kjo gjuhë. Thot Allahu Azza wa Jall: "Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann, fa inna ba'da adh-dhanni ithm." Thot Allahu Subhanahu wa Taala: o ju që keni besuar, o ju musliman, o ju besimtar, largohuni, kujt me ju largoh vëllezër? Para gjykimeve, ajo e cila s'pari herë të vjen në zemër, para se me folat. Allahu Azza wa Jall me këtë ajet kuranor, pra para se të flasish, para se të shprehish një fjalë, largohu asaj dhe mos e shpreh. Pra nëse është keq mendim apo paragjykim i yti, largohu asaj. Thot Allahu Azza wa Jall: "Inna ba'da adh-dhanni ithm." Nga se shumica e paragjykimeve janë gjunahe dhe mëkate. Nga se është paragjykim dhe nuk është i bazuar në argumente. Vazhdon Allahu Subhanahu wa Taala dhe thot: "Wala tajassasu." Edhe mos i hulumtoni gjunahet e besimtarve. Shkurt, mos u bani shpiona, mos u bani detektiv dhe mos janë nxjerrni në mejdan muslimanëve gabime dhe gjunahet që i bajnë. Çdo kujt leja gjunahin mes ti dhe Allahut Azza wa Jall. Nëse e ke pa me dy sytë e to, nëse ke mundësi që ta këshillosh, këshilloj. Për ndryshe hesht dhe fsheja ati gjunahin e Allahu Azza wa Jall, ti një ditë prej ditëve kur dalesh para ti ta fsheh një gjuna. Na nuk jemi të nevojshëm që Allahu Azza wa Jall të na i fsheh neve gjunat, pa dyshim se pa. Pra fsheha vllahu tënd nëse dëshiron që edhe ty një ditë prej ditëve kur dalesh para Allahut Azza wa Jall, një gjuna të cilën e ke vepru, e ke realizu, qofti madh apo i vogël, Allahu Azza wa Jall hatri asaj që ti ja ke fshehë dikujt në këtë dunjë, ta fshehë ti në ditën e gjykimit dhe ditën e ahiretit. Allahu Azza wa Jall vazhdon dhe thot: "Wala yaqtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayta fakarihtumuh." Thot e as mos e përgojoni njëri tjetrin. Mos bani gibet. Mos ja bëjni fjalë në njëri tjetrit pas shpine.
qofta e fjalë me të cilën fjala i pajtohet apo nuk pajtohet. Pra mos ja ban fjalën mas shpine, mos e ban gibet atë. Thot Allahu Azza wa Jall, a doni që me ahong mishin vllau tuj pasi që ai ka vdek? Çka do të thotë kjo, vëllezër? Komenti kësaj është që para mendone një vëlla të cilën të e ban gibet, që kur fol ti për atë, kjo punë i gjanë sikur kështu me bo. Ai sikur se me qeni i vdekur, e ti çka ban, shkon dhe ja copton mishin ati dhe ja han mishin. Thot puna e gibetit është sikur se kjo. Sikur se një gjenazës, një vëlla ton të cili ka ndryjet dhe ka vdek, me shku me ja hangër mishin. Allah Azza wa Jall thot, fekerihtumu, e ju këtë punë e ureni, nuk e doni. Ne veriteni nga kjo çështje, largoheni nga kjo çështje, ju vjen gërdi. E pse po flitni pra për njëri tjetrin? Pse po e bëni gibet njëri tjetrin? Ky ajet kuranor është për gjithë besimtarët. Është për gjithë besimtarët. Thot Ibn Kathir rahimahullahu taala në komentin e këtij ajeti, në tefsirin e tij, thot ky ajet është parandalim për çdo besimtar që të flet për shoqërinë e tij, qofshin ata familjar apo qofshin më të largët. Dhe Allahu Azza wa Jall ka ardhur me këtë ajet që t'i parandalon besimtarët që së pari herë të mos dyshojnë në vete për besimtarët keq, a pastaj të njëjtin dyshim apo të njëjtin keqmendim ta shprehin me gjuhën e tyre, që mëkati të mos bëhet më i madh. Thot Omer ibn al-Khattabi rahimahullahu wa radiya anhu në vazhdim të këtij komenti: ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المسلم إلا خيرا وأنت تجد لها في الخير محملا. Thot, edhe për çdo fjalë të cilën fjalë e shpreh vllau i yt besimtar, mos mendo për pas se mirë. Pra çdo send të cilën e dëgjon nga një besimtar, nga një musliman, duhesh me mendu se ajo fjalë është thonë për ka e mira. Edhe thot vazhdimisht mundohu që edhe nëse ka mundësi që të ketë keq kuptim apo të keq kuptohet, jepi kahje ka e mira. Wa anta tajidu laha mahmala, edhe ti thot të njëjtës fjalë, gjoj rrugdale, gjoj kapigjik. Dhe kthej ka e mira atë fjalë e cila ndoshta është thonë me kontekst të keq. Omer ibn al-Khattabi rahimahullah wa radi anhu thot kështu besimtari i ban. Për besimtarin tjetër kur flet ai mendon se flet mirë. Pra jo që besimtarit mendon kur flet dikush subhanallahu thot ki do më nënçmu mu. Thot dashti me mgjujt të mësel. Kështu besimtari i mirë nuk mendon. Besimtari i mirë çdo fjalë e merr nga e mira dhe e kupton shumë mirë dhe e kupton për hajër dhe e kupton për dobi. E jo t'ja paraqet para vetes 100 arsye të këqija. Jo, por edhe nëse besimtari vllai yt gabon dhe ka mundësi që të keq kuptohet fjala e tij apo fjalia e tij, gjoj me rrugdalë arsyetoje. Nga se kështu është besimtari i mirë dhe i drejtë. Thot Musa alayhis salam në një ajet kuranor ku thot Allahu subhanahu wa taala wahlul 'uqdatan min lisani, largohu prej derës. Thot duke lutur Allahun Azza wa Jall, thot o Zot, mi hek nyjet nga gjuha ime, nga se Musa alayhi salam belbezonte, nuk folte mirë dhe rjedhshëm, dhe luti Allahun subhanahu wa taala wahlul 'uqdatan min lisani, o Zot, mi largo këto nyje nga gjuha ime që të shprehem mirë dhe rahat. Atë ka shku mendje o vëllai, se Allahu Azza wa Jall disa nga besimtarë dhe shumë nga besimtarëve u ka dhënë një të mirë të cilën të mirë se patas Musa alayhis salam. Megjithatë keq përdorim dhe në përkombim këtë mirësi. Musa alayhis salam, pejgamberi i Allahut, i urdhëruar që të polemizon me Firaunin e asaj kohe, ose provu me belbezim. Nuk ka mundësi që shprehet mirë dhe rahat. E ti filoni e alloni, Allahu Azza wa Jall ka falë si ma mirë në formën të plot, flet si ma mirë, shprehet si ma mirë, fjalët e ki në majtë të gjuhës më njerë të kujtohen dhe i shpreh,
me gjithat e kesh përdorat. Pra mos e haro këtë mirësi, se Allahu Azza wa Jall këtë mirësi bile edhe disa nga pejgamberëve nuk ua pas ka dhënë. Thot Allahu Azza wa Jall në vazhdimsi të kësaj, wala yantaliq lisani, thot Musa alayhis salam përsëri o Zot, mos u sprovo që të flas diçka çka nuk duam, se duke belbëzu ka mundësi mu keq kuptu fjala ime dhe gjuha ime me përshpejtu dhe me fol diçka të cilën nuk e mendoj unë. A të bëm vakiti kjo? Jo, dhe kur s'ke pas nevojë që ta lutësh Allahun Azza wa Jall për këtë sprov, sepse ti fol mirë dhe rrjedhshëm dhe gjuha jote nuk shprehet më shumë se sa don ti. Por pyetja se ti e ke përdor. Flet për nderin e besimtarëve, flet për nderin e hoxhallarëve, dietarëve dhe merr guximin që ndonjëherë edhe të bëhesh më i madh se ata. Pra mos harro se kjo mirësi ka mundësi edhe që të shkon dhe dënohesh për fjalë që i flet. Thot Allahu Azza wa Jall, ku thot për Musa alayhis salam, kur e ka lutë që t'ja mundson që Haruni të bëhet shoqëruesi Musës alayhis salam. Pse? Nga se Musa alayhis salam nuk kishte mundësi që të polemizon bashkërrjedhshëm me Firaunin. Dhe lutë Allahun Azza wa Jall e luti që t'ja jep ndihmës të tij Harunin alayhis salam, vllahun e vet. Thot Allahu Azza wa Jall, huwa afsahu minni lisana. Thot o Zot, nga se Haruni është më i mirë se sa unë më shprehje, më mirë se unë shprehet, ma qo Harunin që të mvjere të më ndihmoje. Me çka ndodh? Ndoshta s'na ka bova ki kur që me marrë dikant në ndihmoje davetin, por kemi marrë dikant që ta zojmë mangusht ma kolaja tjetrin, që gibeti tjetë më i plot dhe më i fort, që sherin ta bëjmë më të madh. Pro vëllezër, gjuha që ka një mirësi shumë e madhe, sa që Allahu subhanahu wa taala thot, alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn. Thot, a nuk i kemi krijuar njeriut, nuk i kemi dhënë bakshish dy si të ballë që të shehme ata, edhe një wa lisanan, edhe një gjuhë, wa shafatayn, edhe me dy buzë, përmes të cilave do të ketë mundësi ai që të shprehet. Këtë mirësi Allahu Azza wa Jall e përmend në shumë ajete kuranore që më i vetëdisu besimtarët se gjuha të folurit që ka një mirësi shumë e madhe dhe se për gjithë këta do të kenë llogari një ditë prej ditëve kur dalim para Tij. Një ditë prej ditëve Muadh ibn Jabali e pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i thot, e inna lamu'akhadhuna lidhalik ya Rasulullah. Thot o i dërguari Allahut, çka thot ne, a do të japim llogari për gjuhën tonë, për atë që e folim, edhe për atë do të kemi llogari? Habitet Muadh ibn Jabali. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, thaqulatka ummuka ya Muadh, i dhëruar me zanë të lartë, që do të thotë në përkthim, mjerë për ti o Muadh, kuku për ti o Muadh, si nuk kanë gjendje me kuptu këtë çështje ala. Thot, hel yakubbu an-nasa fi an-nari ala wujuhihim bi alsinatihim. Thot, ja nuk e din se ata të cilët do të hinë në xhehenem, do të hudhen në xhehenem me ftyrat e tyre për shkak se kanë fol atë që nuk është dash me fol. Për shkak se kanë fol atë që nuk është dash me fol. Kjo është do të thotë gjunahi dhe pasoja e gjunahit që besimtari nuk ka mundësi që ta bën me gjuhën e tij. Dhe besimtari duhet shka që tjeti të vetëdijshëm se gjuha ka mundësi që ta mundëson që shkosh në xhennet, por mos harro se përmes së cope të mishit të vogël dhe shumë të vogël, pas ke mundësi që ta fitosh edhe xhehenemin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, kur isha në stradën Miraj, i pash disa njerëz me kësi halli. Bi qaumin adfaruhum bi nuhas.
Thot kalova mes disa njerëzve dhe një grup njerëzish të cilët i kishin thojt nga hekuri, nga bakri. A dini pse? Për shkak se metali e mban më shumë dhe më gjatë në nxehtin. Thojt nga hekuri dhe bakuri. Thot e dyta çka ishte? Gjoksi i tyre dhe ftyra e tyre u çajke, u plaske. Nga dënimi që i kishin. Kishin çfarë dënimi? Gjoksi i tyre dhe ftyra e tyre u plaske. Edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha: "O Xhibril, çka janë këta njerëz? Çka është puna me këta njerëz? Pse kështu po dënohen?" I tha Xhibrili: "Haula'i alladhina ya'kuluna luhuma an-nas wa yaq'una fi a'radihim." Thot, këta njerëz janë njerëzit të cilët kanë hangër mishin e njerëzve. Wa yaq'una fi a'radihim, edhe kanë fol për nderin e njerëzve. Kanë fol për nderin e njerëzve. Pra kanë fol për njerëzit, kanë hangër mishin e tyre, kanë bo gibet. Kjo është komenti e hadithit. Kanë bo gibet njerëzit. Dhe të krasë kësaj i kanë akuzun njerëzit për nderin e tyre. Kanë prekt moralin e tyre. Kanë thonë së është i pandershëm. Kanë thonë së është gjunaqar. Kanë folë për grujën e ti. Kanë folë për familjen e ti ma të gjon apo ma të ngusht. Kanë folë për nderin e ti konkretisht. E këta njerëz të cilët marrin guximin me folë kështu për musliman besimtarët, kështu e pas kanë dënimin. Thajt nga bakuri apo hekuri dhe gjoksi i tyre ju çahët me gjithë ftyrën e tyre vazhdimisht i shpandal. A don që të shpëtosh nga ky dënim? Mbyll e gojën. Hesht. Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayra aw liyasmut. Kush ka besuar në Allahun Azza wa Jall dhe në dytën e gjykimit, le të flet mirë apo le të hesht. A ke besuar në Allah dhe në pejgamber? Ose fol khajr dhe mirë, ose hesht. Ose fol khajr dhe mirë, ose hesht. Dy opsione para vete i ke. Një ditë për ditëve, një njeri erdhi te Salman el-Farisi. Salman el-Farisi, sahabi i madh i ndershëm, shok i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe i tha: "Ausini, më këshilla." Ajo ka shku mendja ndonjëherë mi thon dikujt më këshilla, o vëllezër. Ajo ka shku ndonjëherë në mendja me zgjedh dikant të cilën e beson, e don, e nderon, edhe me marr me një çosh dhe mi thon: "Këshillon be diçka, thun diçka." Apo duk na mirun apo dallash jam. Si po msheti prej jashtë. Pyete pra një vëlla tëndin të cilën e konsideron si një bafqire tëndën. E cila bafqire mo do të hesht, nuk tregon. A ka goj bafqiria? S'ka goj, nuk flet mo. Ama e sheti vetën para bafqiresh. Realitetin e fizionomisë tënde. Bane të njëjtën shprehi që me zgjedh një vëlla, një hoxh, një dietar, kushdo që është ai i ndershëm i mençur, dhe pyeten ndonjëherë, njërë vjeta, njërë 5 muajt, kemi nevojë vëllezër më kshin bafqire ndonjëherë. Edhe mi thon, këshillon be diçka, si jam unë. E këta njerëz burra të mëdhej, tabin e të baj tabin, kështu kanë vepru. Kanë pas traditë që shkojnë te sahabët, edhe mi ju thon, na këshillo diçka. Edhe Salman el-Farisiu ja thot disa këshilla. Dhe i thot: "La takallem, mos fal." La takallem, i thot mos fal. Edhe ky thot: "La yastati'u man 'asha bayna an-nas an yamsika lisanahu." Thot nuk ka mundësi ai i cili jeton në mesin e njerëzve të mos flet. Është e pamundur. Salman el-Farisiu i thot: "Qala fa in takallamta fatakallam bihaqqin aw ismut." Thot nëse flet atëherë, pasi që thua sa është patjetër që të folet, fol me atë që është e drejtë dhe hak, ose hesht. Kale, zidni, i tha: "Ala, tregom diçka më tepër. Nuk më mjafton kjo këshill, pak është të më duk." I thot: "La taghdab." Mos u hidhëra. Pse? Sepse hidhërimi nxjerr fjalë të cilat ndoshta edhe ti nuk i do.
Ama gjuha e i thot, në sekund të thot një fjalë, e cila fjalë është ndarëse mes ti dhe xhehenemit. Është ndarëse mes xhenetit dhe xhehenemit. Ky sahabi i ndershëm i tha, mos u hidhra. Dhe i thot ke, innehu la yakshani ma la amlikuhu. Thot ndonjëherë më ka plon diçka në ndonjë situatë të cilën nuk kam mundësi me kontrolluat. Kjo është mjeshtria. Pra kur ti hidhërosh, mo nuk ke kontroll ndaj vetvetes. Selman el-Farisiu i tha, in ghadibta fa amsik lisanak wa yadak. Thotë nëse hidhërosh, atëherë, pasi që nuk ke mundësi që ta mbash hidhërimin, pasi që je njeri i cili bjen hidhërime dhe nervoza, atëherë mbyll gojën dhe lidhi durët e tua. Në atë qëllim që mos i msha. Mos merr guximin me amshu vllajt tant. Mos merr guximin me shadhën në çmu vllain tant. Pasi që e paske patjetër që të folish, të rish me njerëz, mbyll gojën dhe ndali durët dhe mos e prek nderin e besimtarve, se vallahi do t'jap llogari të madhe. Uthman ibn al-Aswad i ka thonë atas dhe i thot, ar-rajulu yamurru bil qaumi. Shiqoni sa precis. Thot një njeri kalon dhe viziton një grup njerëzish, një fest, një kabile. Edhe thot dëgjon duke fol për dikan tjetër. Dëgjon duke fol për dikan tjetër. Çka të ban ai? Për shembull, Hasani ka shku me një mezhlis, me një shtëpi, me një tubim, me një ders, edhe kanë dëgju atë filonin tjetër për duke fol për Husejnin. E Husejni sa kanë atë në mezhlis. Të çka me bona, a çka ti tregoj? Ja përkujtojnë hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thot, el majalisu bil aman. Mezhliset e kanë emanetin e vet. Çka dëgjosh këtu për dikan, mbetet këtu në xhami. Çka dëgjosh këtu në shtëpi, në mezhlis kudo që je, mbetet mohabeti atë. Nuk ke të drejtë që të shkosh të njëjtën ta përcjellësh tek të tjerët, apo që është më e keqja, ndonjëherë edhe me zbukuru dhe heshu që me kon më origjinal mohabeti, duke e shtu dhe duke paksu ku të pëlqen, që ti përçojsh dy njerëz mes vete, që është më e keqja që më i përçoj edhe dy hoxhallar mes vete. Ala më problem është kjo, vëllezër. Ala më problem është. Kjo këshill është që besimtari të jetë i vetëdijshëm se kur flet për çdo fjalë, për çdo imësi të cilën e ka shprehur me gjuhën e tij, ka llogari në ditën e gjykimit. Nuk ka mi hik asaj asnjëherë. Çdo kush, çdo besimtar, çdo njeri a ke fol për dikan i ki hin ndër hak dhe ke llogari për hakun e tij. Euzaiu transmeton dhe thot, na dërgoi një letër Omer ibn Abdul Azizi rahimahullah. Thot dhe këtë letër vetëm dy njerëz e kemi pa. Edhe Omer ibn Abdul Azizi në këtë letër na e kishte shkruajt një fjalë dhe na kishte thonë kështu: Amma ba'd, fa innahu man akthara dhikru al-mauti radiya min ad-dunya bil-yasiri, wa man adda kalamahu min amalihi qalla kalamuhu illa fi ma yanfa'uhu. Thot, më pas ju këshilloj me këtë këshill, ai i cili thot e përkujton vdekjen, ai i cili e përkujton vdekjen shumë pak flet. Ai pra i cili e përkujton vdekjen shumë pak flet. Dhe shumë pak, me shumë pak kënaqet nga kjo dunjë. Kënaqet nga kjo dunjë me shumë pak dhe i mjafton kjo. Dhe thot ai i cili e din hallin e punëve të veta, shumë pak flet dhe shprehet. Kur ta di se sa pak je duke vepru, kur ta di se je i vetëdijshëm se sa pak ibadete ke realizu, atër shumë pak ke guximin që të flasësh. Por ne harrojmë që të llogarisim vetveten, të takshirmi hallin ton
dhe na duket vetja për mashallah shumë mirë, dhe më njëherë angazhohemi me tjerit dhe flasim për nderin e tyre, flasim për ibadetin e tyre, flasim për fizionominë e tyre, e nuk lëm gjë pa ja përmend atij. Sepse për vete u kry puna me në rahat jemi. Por besimtari i mirë dhe syçel, kur ja din hallin e vetvetes, kur i din veprat e veta, nuk ka vakt me fol për tjerët. S'ka vakt, s'ka kohë, nga sa ai është angazhuar me hallin e tij që ta përmirëson gjendjen e tij. Kalojmë tek rreziku i të folërit për ulema, për hoxhallar. Për hoxhallar. Të gjitha këto argumente deri më tani që i përmendëm janë për çdo besimtar, i cili është i ndershëm dhe ka thonë shahadetin, ka zonë besë Allahun dhe pejgamberin e tij sallallahu alaihi wasallam. Por mos harroni se kur themi gjithë këto argumente të ashpra dhe të vrazhda, vlen për çdo besimtar, çka është halli kur të flasish për besimtarët të cilën pasojnë rrugën e pejgamberëve, vazhdojnë misionin e pejgamberëve, kanë marrë flamurin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A di si i bie kjo punë vëllezër? Sikur se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam flamurin e davetit t'ja jep një hoxhës në dorë. Edhe ai e merr atë flamur e mban në dorë. Atë flamur ja ka dhënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe ti merr guximin, shkon dhe flet për nderin e tij, flet për diturinë e tij në përkomp, fjalët e tia nënçmon dhe tallesh me fjalët e tia. Kanë ke nguc. Kanë ke nënçmu. Njeriu të cilët njeri ja ka dhënë flamurin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, al ulama warathatul anbiya. Pejgamberët janë dietarët, janë trashëgimtarët e pejgamberëve. Ata i trashëgimojnë pejgamberët. Innama al-anbiya'u lam yuwarrithu wala dirhama, innama warathu al-ilm. E komenton pse janë ata trashëgimtar. Thot nga se pejgamberët nuk kanë lënë pasuri, as dinar, as dirham, ata kanë lënë dituri. E trashëgimia e pejgamberëve qenë ka çka? Dituria të thënë dituri, e pas kanë marrë hoxhallart. E pas kanë marrë hoxhallart. E ti shkon dhe e prek trashëgimtarin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Si merr guximin ta bësh një gjë të tillë? Si merr guximin të flasësh për nderin e tyre? Si merr guximin që të tallesh me fjalët e tyre? O vëllezër, dije se përgjegjësia është shumë e madhe dhe llogaritet e tyre shumë e rëndë dhe e vrasht. Shumë e rëndë dhe e vrasht. Thot Ibn Asakiri rahimahullah, dietari i madh dhe i famshëm, kur vjen dhe komenton ajetin fillestar që e përmendëm më lart, se me fol për besimtar qenka sikur me ja hongër mishin duke qenë ata të vdekur. E Imam Asakiri rahimahullah e komenton kështu këtë fjalë: wa alam ya akhi waffaqana Allahu wa iyyaka limardatihi. Thot dije o vllai im, Allahu azza wa jall na bëf prej tyre të cilët arrin kënaqësinë e Allahut azza wa jall. Wa ja'alana mimman yakhshahu wa yattaqihi. Edhe Allahu azza wa jall na shndrof për atyre të cilët kanë frikë Allahun azza wa jall. Kanë frikë Allahun azza wa jall dhe largohen nga gjunahet dhe mëkatet. Pra fillimisht Ibn Asakiri ban dua për besimtarët. Thot dije o vllai im i ndershëm, Allahu na bëf të dashur tek ai dhe na bëf për atyre të cilët kanë frikë Allahun azza wa jall dhe largohen gjunaheve. Anna luhum al-ulama rahmetullahi alejhim masmuma. Thot dije se mishi i hoxhallarve, Allahu i mëshiroft, kështu thot, Allahu i mëshiroft, është i helmuar. Krahas asaj që atë je duke e hongër mishin, kur flet për një hoxh, ai mish edhe helm ka. Ai mishi ka edhe helm, i cili helm ka me të bo azab në dunjë e në ahiret. Kështu thot kjo alim i madh, alim pre ulemave të mëdhej të selefit. Kur fol për një besimtar të rëndom të cilë nuk është hoxh, je duke hongë vetëm se mish
nga njeriu i vdekur. Por kur fol për një hoxh, lënë sa mishin e tij duke hungur, duke qenë ai i vdekur, por edhe i helmuar është ai mish, mos hara. Ka helm, pra dënimi është ala më i madh dhe më i rënd, më i vrasht. Dhe thot: "Wa'adatullahi fi hadki astari muntaqisihim ma'luma." Edhe thot kështu. Edhe tradita e Allahut Azza wa Jall është e njohur me ata të cilët marrin guximin dhe bëjnë një vepër të tillë. Marrin guximin dhe flasin për hoxhallart. Është e ditur se çka bën Allahu Azza wa Jall me ata njerëz. I nënçmon në dunjë para ahiretit. I nënçmon në dunjë para ahiretit. O vëllezër, kjo qenë ka përgjegjësia e madhe që ka besimtari, se kur flet për një besimtar duhet me mat mirë dhe hollësisht a të flet apo mos të flet. Por kthehemi nga ana tjetër, kur të flet për një hoxh, për një dietar, vallahi, jo 10 herë, po 100 herë le ta mat, e pastaj le ta shqipton fjalën se mirë për atë. Se kuku për atë, se për kan është duke fol. Një ditë prej ditëve, Ibn Mesudi radiallahu anhu e pa një njeri i cili e patlëshu robën pak më të gjatë. Dhe i tha: "Ittaqillaha warfa' izarak." Tha: "Ke frikë Allahun Azza wa Jall dhe shkurtoje teshën që e ke të veshur. Shumë e gjatë është." E ai i tha: "Kur ta shkurtojsh ti robën tënde, atëherën do ta shkurtoj robën time. Pra kur ti shkurtojsh ti pantullet e tuja, atëherën kam i shkurtu pantullet e mia." Sikur se shumë herë ndodh dhe bën vaki kur një hoxh jep një këshill një xhamatlis, thot kur ta bësh ti atë vepër, hajde kallzom edhe unë ta bëj. Ibn Mesudi u kthi dhe i tha këtij njeriu: "Vallahi," thot, "unë kam një smundje të kamët e mia, edhe dal imam para njerëzve, e nuk guxoj ta kena shumë të shkurt teshën, e për këtë shkak e kam lëshu pak më të gjatë." Ibn Mesudi tani kthehet dhe i arsetohet këtij njeriu i cili ishte gjunaqar. Pra Ibn Mesudi e di mirë kush është. E di mirë kush është Ibn Mesud. Shok i dashur i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ky burr i madh kthehet dhe i arsetohet atij gjunaqarit. Dhe ai nuk ja pranon këshillën. Por i bjen në vesh fjala Omer ibn Khattabit radhiyallahu anhu. Dhe çka ndodh? E merr dhe e rrej shumë dhe i thot: "E te rud ala Ibn Mesud?" Bishti ja të merr guximin me akthi fjalën Ibn Mesudit, edhe përsëri vazhdon më shumë. Shiqoni se Omer ibn Khattabi, kush ka qenë dhe si ka qenë, çfarë respekti të madh dhe çfarë nderi të madh ka pas ndaj Ibn Mesudit radhiyallahu anhu, nga si Ibn Mesudi konsideroheshte si hoxh në mesin e sahabëve, si dietar në mesin e sahabëve. Edhe ai ignoranti i padituri vjen dhe e nënçmon dhe e përkul fjalën e Ibn Mesudit radhiyallahu anhu. Pra kështu respektohesh kanë dietar dhe xhallar mes vete. Kështu janë respektu sahabët mes vete, sepse e kanë ditë vlerën dhe peshën diturisë që e ka një hoxh, dhe emanetin që e mban ai, nga se ai mban në kokën e tij. Jo ka thonë sa mi frashire e filani e alani, po ka thonë Allahu dhe pejgamberi i tij. Mban emanetin Allahut Azza wa Jall dhe shpërndan emanetin e tij në rrezullin toksor. Thërret në të mirë dhe ndalon nga e keqja, mban nasihat dhe këshillon, dhe jeta e tij është e përkushtuar për ta ngritur fjalën La ilaha illallah Muhammed Rasulullah. E ti cili miresh me 100 gjëra tjera, të cilën gjë fejnë e ki çështje sekundare, merr guximin dhe flet për këta bartës të flamurit La ilaha illallah, për hoxhallart. Pra vëllezër, mos harroni se këto janë realitete dhe se këto janë gjëra për të cilat gjëra duhet pas dituri besimtari. Dhe këto gjëra nuk i kam shpik unë, por po i marr nga Kur'ani dhe Sunneti. Dhe këto gjëra nuk po i them sepse jam hoxh,
Por po I them së pari herë, ta këshilloj vetën pastaj edhe xhamatin nga dashuria që I kam ndaj vetvetes dhe juve së pari herë. Pra vëllezër, këto janë këshilla dhe udhëzime nga bura të mëdhej, të nxjerrura nga Kur'ani dhe Suneti I Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, këshilla të cilat na bëjnë dobi në dunjë dhe në ahiret. Një ditë prej ditëve tregohet për traditën e disa dietarëve nga selefi. Kana yuqalu idha laqiya ar-rajulu ar-rajula fawqahu fi al-ilmi fa huwa yawmun ghanimatin. Kështu ka qenë tek selefi. Thot, është thonë për para djetarët me zvetit kanë thonë kështu: kur janë taku hoxhallarët me zveti, e sidomos shumë hoxhallar me zveti grup, kanë thonë kjo ditë është ditë ganimeti. Çka do me thonë ditë ganimeti? Ganimeti thajnë në sheriat, pas luftës shka mbetet ajo pasuria. Ajo është pasuria më halal. Pasuria më halal që ka mundësi ta fiton besimtari është ajo pasuri. E selefi më herët kanë thonë çka xhamatlit e selefit. Kur janë mbledh hoxhallarët janë bë grumbull, kanë thonë sot është dita e ganimetit. Çka kanë marrë parë, altan? Jo, ata janë kon fukara krejt. Kanë marrë dituri. Janë mbledh shumë hoxhallarë dhe kanë dhënë në mejdan shumë fetva, shumë fjalë të urta, shumë komente të hadithit, shumë komente të Kur'anit, pra atë ditë kanë fituar dhe janë kënaqur me atë fitim. Vazhdojnë dhe thonë: wa idha laqiya man huwa mithluhu darasahu. Edhe thot kur e ka taku një hoxh, apo e kanë taku një njeri I cili është I barabartë me atë, më njëherë I ka thonë: hajde të mësojmë diçka. Ja mësojmë diçka, ja po të mësoj diçka. Ma tregoj një fjalë të mirë, ose po ta tregoj një fjalë të mirë dhe të khairit. Wa idha laqiya man huwa dunahu tawada'a lahu wa 'allamahu. E thot kur e ka taku dikan I cili është më ult se ti, se ai në dituri. E ka taku dikan I cili është hoxh më I vogël se ai. Çka ka ndodhur? Është bë modest ndaj tij. Nuk kam I thonë në jam që 10 vjet, 20 vjet në udhëzim, e ti gjeje udhëzues, s'ka më me kallëzu kur gjon. Jo be vllazni. Tradita e selefit është që më konë modest ndaj atyre të cilët nuk dinë dhe me marrë dhe me mësu diçka, sepse kjo është kulminacioni I modestisë, t'ia mësosh një meselë, një çështje të cilën e din ti, ati të cilët nuk e din. Kjo është modesti dhe kulminacioni I modestisë. O vëllezër, lusë Allahun azza wa jall që të na banë syqel dhe të na erun gjuhët e tona dhe të kemi kujdes të madh se kur flasim për dikan, kush është ai, çka flasim dhe si flasim, dhe të jemi të vetëdijshëm dhe vazhdimisht këshillohemi me zvete se për çdo fjalë të cilën e shqiptojmë do të kemi llogari dhe do të japim hesab para Allahut azza wa jall një ditë prej ditëve. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah shpëlbej për durimin.